është shumë e pazakonshme të mbahen zgjedhjet me 28 vjetor në kushtet kur vendi nuk është në ndonjë gjendje të jashtëzakonshme dhe kur ka pasur mundësi të shfrytëzohen edhe data para datës 28. Vetë mandatimi i zotit Konjufsa për kryeministër, pa siguruar dëshmi se mund t'i bëj numrat për qeveri. Dhe në fund, caktimi i datës së zgjedhjeve me 28 në diskrecion të plot presidentës, kur kishte mundësi të lëvizte datën para, tregon që zonja Osmani ka shërbyer më tepër si zgjatim i qeverisë se asaj kohe dhe jo si një presidente që duhet ta përfaqësojë unitetin popullor. Nëse siguron ajo 30 në shkrim dhe shkon si kandidate, nuk e përkrahani. Këtë kuptim, thash edhe një herë, ne sigurisht që për secilin emër do të diskutojmë në trupat e partisë, do të diskutojmë në kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës, mirë po kriteret cilat i kemi vendosur deri më tani bëjnë zonjën Osmani një figurë që nuk është zgjidhja më e mirë për të shërbyer në pozicionin e presidentit, ashtu si që shohim ne si duhet të ushtrohet ajo. A ju ka bërë ndonjë ftesë partisë për të diskutuar vetë zonja Osmani, sepse ka pas lëvizje së fundmi mori pjesë në marsh e përkrahu marshin publikisht për njerëzit të cilët 3 prej tyre kanë qenë themelues të Partisë Demokratike. Ne absolutisht që e vlerësojmë pjesëmarrjen e zonjës Osmani në marsh për shkak se marshi për drejtësi dhe jo politik nuk ka qenë një organizim që i takon Partisë Demokratike të Kosovës, ka qenë një organizim që i takon qytetarëve të këtij vendi, ku dhe kanë marrë pjesë mbi 150.000 qytetarë, për shkak se në Hagë po gjykohen liderët e luftës lirimtare të Kosovës dhe njerëzit që i kanë vendosur themelët e këtij shteti. Prandaj pjesëmarrja në marsh duhet shikohet diçka përtej partive, është diçka popullore, është një mbështetje për njerëzit që i kanë pru shtetit lirin, që kanë dhënë kontributin më të madh që mundet dikush të jep për lirinë e vendit vet. Në këtë kuptim, ne vlerësojmë pjesëmarrjen e zonjës Osmani në marsh dhe besojmë që është obligim i secilit qytetar, edhe i secilit udhëheqës të vendit të nderojë luftën çlirimtare dhe të nderojë edhe çlirimtarët që po gjykohen në Hagë, jo për vete, po për të mbrojtur bazamentin e lirisë dhe shtetit Kosovës. Dhe këto që deklaroni, zë Mustafa, janë qëndrime, le të themi, të koordinuara Partisë Demokratike të Kosovës, pra të gjithë grupit parlamentar, sepse pak më herët ju po thoni që nuk votojmë asnjë kandidat që nuk është, le të themi, një figurë unifikuese ose nuk ka një dakordancë politike. Mirë, po kishim një deklaratë e Enver Hoxhait, që është një prej figurave të larta të Partisë Demokratike të Kosovës, që tha që nëse vjen një kandidat nga familja Jashari, nuk e vë në diskutim, e votoj. Shiqoni, sigurisht që deputetët e kanë gjithë lirinë të shprehin mendimet e tyre personale. Mirë po, Partia Demokratike e Kosovës është një parti e organizuar, ka trupat vendimarrëse të organizuara dhe sigurisht që vendime do t'i marrë në mënyrë të harmonizuar dhe të koordinuar. Deri më tani në Partinë Demokratike